lexuesit, po. E kam dëgju sot një thënie të bukur, thot, mos ja bëni qefin si pjanetët njëri tjetër kur pihen që thonë ti je i mirë, unë jam i mirë, ai më i mirë. I dëshiroj dhe shumë libra dhe frymëzime të reja, Rahman. Dhe si çdo redaktor tjetër, kur mora me redaktu këtë libër, ekziston e gjithmonë në mendje dhe ndjesi ajo se ti mund të korrigjosh apo të rekomandosh diçka dhe që ajo realisht vërtet çka ndodhi, Rahman, gjatë leximit këtij libri me poezi, është që unë gjatë leximit në disa raste, gjatë leximit disa poezive e korrigjova veten. Faleminderit shumë gjithë për vëmendje. Ka me të ardhë një ditë me shi e me u zhyt në ty në përjetësi. Me të aprish qëtësinë e neshme u ba me ty. Në gji me ty me zarë, e nga dalë në ty me u shkri. Pa zhurë, e ti nëzesht brenda keme më ndry. Në tonë din gji me unë zeje qollë me u bon shi, u rryeshën me u dashtë, kur pa pas dashni. Duke unda dashni shë landë për lotën sy trupin me mangran me gjelozi, e vete me ushqy. Derisa lula e thera me mi për mbi. E te, veç e jam jatësot me metë për jetë. Kush pa mujt, e desht me na u përzi, a i dejnë për jetësi. Borë po bjenon. E po du me të thirë, me të kalzu. E me të veta po bjena dhe atje. Si gjithë mo. Me të kalzu për nipa e mesa, që t'i shtojshin gëzim e gajle, që marrin shpirt nga hija jote na. E malli shtohet si qeliza kanceri, që ngulfasi në qafën të akusit. Prek ma dhe njëherë balin, si ditën që ike. Kalzam, që ka me bon këtë borë, një rame qelë, e di, po deri ku. Dete vorre, a qielit përpje. Unë zdi ka i bjem paraj, sa non. Ishte aktori Bastri Shala me 2 poezi nga libri Eternale dhe Ka i bjen parajsa. Tani në vazhdim fjalën e ka studiuesja Elsa Skënderi, e cila gjithashtu ka për të bërë një vlerësim për librin. Zonja Skënderi, fjala për ju. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, sigurisht do ta kem shumë të vështirë me interpretim vargjesh edhe me atë diksion, pasi steka u vendos tash më shumë lart edhe interpretimi është vërtet shumë i mirë. Vëllimi poetik Eternale i Rahman Paçarrisit nuk është thjesht një përmbledhje poezish, por në thelb është një gjakim ontologjik që nis me kërkimin e vargut absolut edhe përfundon me heshtjen e dritave të fikura të një oborri të zbrazët. Përmes 5 cikleve poetike, autori ka ndërtuar një urë komunikimi mes përhershmes, eternales, edhe të përkohshmes tonë që shpeshherë është absurde. Për çfarë është eternale të qenia njerëzore? Filozofia na mëson se eternale është pikpamja metafizike për natyrën e kohës. Schopenhaueri, për shembull, thoshte se subjektiviteti ynë në thelb është eternal. Midis dialektikës së dashurisë dhe amshimit. Cikli I parë poetik përballë 7 udhëve të mia na kujton në fakt vëllimin e mëhershëm poetik të Paçarrisit dhe dëshmohet si një ritakim me krijimtarinë poetike vetanake. Në poezinë Kërkimi e para e këtij cikli, vargu është kuintesencë e ekzistencës dhe gjakim për të bukurën edhe për kuptimin. Pelypi një varg si Helena të bukur, edhe që vazhdon pastaj një varg të pastreh botën për mbys që e kthen një atë varg për lypi.
Ndërkaq, përgjatë ciklit të parë, Eternalia mishërohet me figurën e nënës. Paqarizi ndërton një raport mahnitës, nga njëra anë fjalët e poetit nuk i përkasin më atij, por shndrohen në një hon të zërit saj, tashmë nga mshimi. Këtu përjetësia zhvishet nga petku i një koncepti abstrakt filozofik edhe merr trajtën e një rime të pasosur me qenjen që i dha jetë. Në këtë rrafsh, dhimbja e mungesës transformohet në një dialog metalingvistik, ku ndrrimi i fjalëve mes nanës në amshim dhe djalit në këtë botë bëhet ny lidhse e gjithë vëllimit. Vargu shërben si një lloj filli i Ariadnës që të çon drejt eternales, dashurisë amsore, duke mbajtur poetin të lidhur përjetësisht me nënën përmes një gjuhe që e tejkalon vdekjen. Kështu ai shkruan, e krejt fjalët më rimojnë me cajat. Për vjet, si vjet, 7 vjet, të prit ulun me të pa, në gurd vorrit, nërhije therash, trupi tu kam pi, mi ke ndru fjalët nanë. Liria si poliklinik edhe si ironi sociale. Në ciklin në kandin e rrëfimeve për lirin, poezit marrin tonin e përsjatjes për shenjat dalluese të shkuarës dhe për lirin. Gjakimi këtu vjen edhe bëhet thirrje për shenjat identitare, ku kryeson kryezoti, Gjergj Kastrioti, dhe shfaqet edhe poeti kombëtar Ali Podrimja në një poezi për nder të tij. Mëtej, Paqarizi e zhvesh lirin nga petku i lavdisë epike për ta vendosur në shtratin e një poliklinike. Përmes poezisë ofertë shërbimesh në poliklinikën Liria, poeti godet apatin kolektive, diagnozat si gjunjët e përgjakur nga nënshtrimi apo terri i pulave dëshmojnë se për poetin Liria nuk është thjesht një akt juridik apo historik, por një gjendje shpirtërore që kërkon guxim për të përjetuar si realitet jetësor. Dhe poezia është kështu, ofertë shërbimesh në poliklinikën Liria. Shërojmë gjunjët e përgjakur nga nënshtrimi, skoliozën e spondilozën nga përkulja, muskujt e tendosur të syve nga shikimi veç te poshtë, paftësinë për ta përshtatur shikimin në dritë, terrin e pulave nga pamundësia e shijimit të diellit, ecjen nëpër rrugë anësore, shmangjen e shesheve nga frika e akumuluar, mosbesimin te njeriu nga tradhtia. Këndi i rrëfimeve për lirin shkon dhe mbyllet me poezin Leksion për labirinthin e gjuhës, një poezi antinomish midis të qenit dhe të bërit, që në fakt i çel shtegun një tjetër cikli poetik të titulluar Loja e gjuhës. Në këtë cikël, por edhe në gjithë vëllimin poetik, vetdia e Rahman Pacharizit për gjuhën nuk është thjesht vetdia poetike, por vetdia metalingvistike e gjuhtarit që i di figurat e shprehjes, e ndjen peshën e frymëzimit, e di naturalitetin e tingullimtimeve dhe e grish gjuhën që ti përgjigjet lojës artistike. Kulmi estetik i vëllimit arrihet te cikli Loja e gjuhës. Këtu në fakt Pacharizi, gjuhtari, dhe Rahman Pacharizi poeti shkojnë edhe shtkrihen në një. Poezia in medias res, drejtë në thelb të gjërave të kryesorja, është një triumf i onomatopeve, një kthim të zhurmat parake të botës që pajshtohen me thirrjen Hosana, një dritë shprehëse pas ropamës kakofonike të ekzistencës. Gja, hia, au, vram, grr, vram, mër, grr, e fiu, brum, brum, ama, fsh, fsh, ulu, andej, këtandej, Hosana. Mëtej poezia i lirikum na përmend motimin kratilian të antikitetit për të mbritur te thelbi i fjalës përmes zbërthimit të simbolizmit vokalik të fjalës. Fjala e zgjedhur është i lirë. E disa vargje prej saj janë i ill i bukur, o ill i bukur, sa bukuri, sa bukurri. Nga motivet e onomatopes, Pacharizi shkon e poetizon konversionin, që këtu kthehet në konversion ka përthimi dashuror. Mëtej poetizon madje kundërvënien funksion dalluese të fonemave ç dhe q. Ç. Mos qofsha në shpirtin tand, mos qofsha aq rand. Ndonjëherë, loja e gjuhës në poezi ju ngjan kalambureve ku kërkohen jo vetëm rimat e jashtme, por edhe të brendshme, sepse siç e thot në titullin e një poezie, citoj, përpjekja me dal prej loje, zhytja e mbytja në lojë. Ma mirë me qenë, a pa qenë, ma mirë me qenë, a pa qenë, me qenë, a mos me qenë, qenë, a mos me qenë, si me pas qenë, jetë e të qenit. Këtu zhytja dhe mbytja në lojë shënjon në fakt përpjekjen për gjetur kuptimin në një botë ku gjuha shpesh ta tradhton, sepse ka humbur thelbin e saj origjinar, aty ku lidhja mes fjalëve dhe sendeve dikur ishte e motivuar, siç besohej.
Poeti na thot se jeta është zhytje mbytjen lojë nga e cila nuk mund dalësh pa u lagur gjërmpalc nga kuptimet e dy fishta mëspari. Meditimet dhe fundi i lojës, melankolia e digitalizuar. Vëllimi mbyllet me një notë të fortë melankolike te cikli meditimet, që përmban poezi ku estetizohet në fakt bjerrja shpirtërore, morale, kallpja sipërfaqësore, disi në frymën e luleve të së keqes së Charles Baudelaire-it. Nga erotika mbase donjuaneske te frika prej ngulfatjes nga dashuria, poeti gjakon në këtë cikël të përvijojë me vetdije edhe kufitë së vërtetës në dashuri. Më than ky shi, më lanë e më than, vargi saj me vete më merr, dhe ankshëm vetes gjumin janë nxjerr. Herë Don Kishot, herë Don Juan. E mëtej në një poezi tjetër, a është kjo dashuri? Shkruhet kështu: s'ke lanë emër pa vra, pra pa shtesë pa zhduk, tash veç në emër të thras. Dhe në poezinë Overdose, vargjet janë të tilla. Boll më deshët, duajani edhe veten pak. Dashunia juaj po më ngulfat. Boll më deshët, më keni lanë cullak. Nga ngulfatja prej dashurisë, poeti na dërgon te imazhi tronditës i poezisë Fundi i lojës. Kamera që vëzhgon oborrin nga largësia e mërgimit, është metafora mbase e përkryer e shekullit të 21. Eternalia këtu merr një kuptim të hidhur. Është përjetësia e zbrestisë, ku barin e zbet nuk e shkel më askush, te ku dritat fiken, sepse s'ka askush as çka vjedh më. Vëllimi eternale mbyllet aty ku gjuha, trupi dhe toka bëhen një. Në poezinë që mban titullin e librit, Rahman Bacharizi na ofron aktin final të ravgimit njerëzor, një shkrirje disi agresive dhe sublime midis Erosit dhe Thanasosit. Këtu përjetësia nuk është më një premtim i largët, metafizik, por një akt i zhytjes të tjetri. Kam me të ardhë një ditë me shi, e me u zhytë në ty në përjetësi, me ta prish qetësinë, e njishme u ba me ty në gji, me ty me zore nga dalë, në ty me u shkri. Përjetësia e gjakuar nga poeti, mbetet vetëm atëherë kur qenjet pushojnë sqene individ dhe shndrohen në një lloj peizazhi natyror, aty ku, citoj, lula e therra me mbi për bi. Kjo eternale është zotrim dhe dorëzim absolut, një xhelozi që ushqehet me veten deri në asgjësim, duke na lënë në fund me britmën thuajse metafizike a idei më përjetësi. Me vëllimin poetik eternale, Rahman Bacharizi dëshmon se poezia është e vetmja lojë ku humbja dhe fitoria janë një lojë të mundimshme, por ku gjuha mbetet e vetmja streh që na mbron nga harresa. Eternale nuk është thjesht një titull, është një ftesë për të unjësuar më të bukurën, qoftë edhe përmes një vargu të pastreh që mbotën përmbys e kthen. Shumë suksese dhe urime. Faleminderit zonja Skënderi. Tani vetë autori Rahman Bacharizi ka 2 fjalë falemnderuese për prezantimin e deri tanishëm. Zoti Bacharizi, fjala për ju. Me që 2 fjalë, ju falemnderit shumë. Vërtet 2 fjalë i fat. Faleminderit. Faleminderit shumë. Tani vazhdojmë me promovimin e 3 librave të tjerë të autorit Rambuja. Fjala është për librat që i keni këtu përpara, Nga rendja politike, Sisteme politike dhe libri i tretë Demokracia, zhvillimi, demonizimi. Lus recensentin e librave, profesorin Petrit Bushi, për një fjalë mesatarisht të shkurtër, që mos them shkurtër. Faleminderit. 2 minuta. Të nderuar përfaqësues të Akademisë së Shkencave, të nderuar profesor, studiues, koleg, të nderuar ambasador, Çeku, ambasador Gashi, që jeni sot pranishëm, të nderuar ju të pranishmit sot në promovimin e trilogjisë politike. Unë kam pas fatin që të isha recensent i librit të parë, Nga rendja politike, dhe njëkohësisht një koleg i profesorëve Buja. Është privilegj i veçantë për mua që të paraqes sot para jush disa konsiderata mbi librin Nga rendja politike të autorëve Ram dhe Vrullin Buja, një vepër
që meriton vëmendje të posaçme në kuadrin e zhvillimeve bashkëkohore të shkencave politike në hapësirën shqiptare. Në një plan të parë analitik, kjo vepër duhet vendosur në kontekstin e një deficiti strukturor të literaturës origjinale në gjuhën shqipe të kësaj disipline. Përkundër dominimit të përkthimeve, shpesh të fragmentuara në qasje metodologjike dhe terminologjike, librat e profesorëve Buja përfaqësojnë një përpjekje koherente për ndërtimin e një korpusi konceptual autokton. Ky fakt nuk ka vetëm vlerë gjuhësore, por mbi të gjitha epistemiologjike, ata kontribuojnë në standardizimin e një diskursi shkencor dhe në konsolidimin e një paradigme vendase të analizave politike. Nga pikpamja metodologjike, nga rendja politike karakterizohet nga një qasje sintetizuese ndërmjet analizës konceptuale dhe asaj sistemike. Struktura në 17 kapituj nuk është thjesht një ndarje tematike, por një progresion logjik që ndjek një trajektore nga ontologjia e politikës, si veprimtari dhe si fenomen shoqëror, drejt operacionalizimit të saj në forma institucionale ndër veprime konkrete politike. Një nga kontributet më të rëndësishme të kësaj vepre qëndron në trajtimin e debatit mbi shkencitetin e shkencës politike. Autori nuk e trajton këtë çështje në mënyrë deklarative, por e vendos atë në një dialog kritik me disiplinat e tjera të afërta, si sociologjia, jurisprudenca, ekonomia politike, duke evidentuar si ndërvarësitë, ashtu edhe kufijt epistemiologjik të tyre. Në këtë drejtim, librat ndërtojnë një platformë reflektimi që të i kalon qasjet deskriptive dhe i afrohet një analize të tipit teoriko-kritik. Në vijim, vepra kalon nga një nivel konceptual në atë analitik, duke adresuar kategoritë themelore të politikës moderne, të drejtat dhe liritë e njeriut, tipologjitë e regjimeve politike, proceset e tranzicionit demokratik dhe rolin e aktorëve institucional dhe jo shtetëror. Veçanërisht e rëndësishme është mënyra se si autorët e konceptualizojnë politikën përtej shtetit, duke përfshirë në një analizë faktorët e shoqërive civile dhe dimensionin ndërkombëtar të vendimarrjes politike. Kjo e vendos librin në përputhje me zhvillimet bashkëkohore të teorisë politike, ku politika trajtohet si një rrjet kompleks ndërveprimesh shumë nivelshë. Të nderuar të pranishëm, për të kuptuar më plotësisht këtë vepër, është e dobishme që ajo të lexohet në vazhdimsi në kontributit më të gjerë shkencor të autorëve. Në këtë kuadër, libri Sistemet politike, mendime, teori, ide dhe ideologji përbëj një themel teorik të rëndësishëm ku autori ndërtoi një hartë konceptuale të mendimit politik, duke analizuar evolucionin e ideve dhe ideologjive që kanë formësuar sistemet politike moderne. Ky botim shërben si një bazë epistemiologjike mbi të cilën ndërtohen reflektimet më të avancuara të paraqitura në ngarendjen politike, si libri i parë i trilogjisë. Po ashtu, vepra Demokracia, zhvillimi dhe demonizimi, në bashkëautorësi, po me profesorin Vrullim, përfaqëson një zgjerim të rëndësishëm të kësaj qasje duke u fokusuar në raportin kompleks ndërmjet proceseve demokratike dhe zhvillimit shoqëror. Në këtë libër, autorët adresojnë në mënyrë kritike fenomenin e demonizimit të demokracisë në kontekste të caktuara politike, duke analizuar deformimet, perceptimet dhe sfidat që shoqërojnë tranzicionet demokratike. Kjo vepër e vendos diskutimin në një nivel më empirik dhe kritik, duke e lidhur teorinë me realitete konkrete politike. Në këtë prizë, ngarendja politike mund të shihet si një kulm i përkohshëm me një trilogjie intelektuale, ku ndërthuren analizat teorike, refleksioni kritik dhe përpjekja për sistematizimin të dijes politike në gjuhën shqipe. Nga një këndvështrim didaktik, këto vepra së bashku përmbushin jo vetëm standardet e teksteve universitare, por kontribuojnë në ndërtimin e një tradite të qëndrueshme studimore. Ato krijojnë një urë të rëndësishme ndërmjet formimit akademik dhe kërkimit shkencor, duke i shërbyer njëkohësisht studentëve, studiuesve dhe
praktikuesve të politikës publike. Të nderuar të pranishëm, në një kohë kur diskursi politik shpesh reduktohet në narracionet e fragmentuara dhe jo koherente, kontributi i profesorëve, autorë të teksteve dhe bashkëpunëtorëve paraqet një përpjekje serioze për të rikthyer analizën shkencore në qendër të debatit publik dhe akademik. Si përfundim, mund të theksohet se këto vepra përbëjnë një hap të rëndësishëm drejt konsolidimit të një tradite vendase në shkencat politike, duke ofruar një bazë të qëndrueshme për kërkime të mëtejshme dhe për zhvillimin e një diskursi akademik më të avancuar në këtë fushë. Ju falenderit për vëmendje. Respektoj. Faleminderit profesor Bushi. Tani autori, profesori Rambuja, gjithashtu ka një fjalë rasti. Faleminderit. Profesor, fjalë për ju. Fjalë rasti është pak më shumë. Miq të dashur, dashamirës të librit. Ju që më keni nderuar sot, na keni nderuar mua dhe profesor Paqarizin me pjesëmarrjen tuaj, ju falenderoj shumë. Por e kam obligim t'ju falenderoj edhe në emër të autorit parë, Vrullim Bujës, që rastësisht e kam djalë timin. Apo jo rastësisht, por që e kam për obligim t'ju falenderoj edhe në emër të tij, sepse është një udhëtim zyrtar në emër të kolegjit AB në Norvegji. Profesor Bushi, ju falenderit shumë që keni përmbledhur të trilogjin faktikisht, ma tha profesori ditë, trilogjin e këtyre veprave, dhe me që nuk kanë pasur mundësi që dy recenzentë të tjerë të vinë, faleminderit shumë. Por unë ju them që ky është një nder i madh që sot libri apo librat tonë promovohen në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Duhet ju them shkurt sepse unë atë që kam dashur me thonë, kam thënë libra dhe është tepër ta them këtu. Por ju them që libri i parë është ai që nis me shkencën politike, nëse është shkencë politike, shkencë politika, po ju them një batutë që ka bërë Fukuyama me presidentin Reagan, kur promovohet ai në ditën e parë, dhe ai thotë shkenca politike, thotë si arti i dytë pas artit të reprodukimit njerëzor. Fukuyama thotë, më fal, jo, nuk është. Po, thotë jo, është arti i parë, thotë, sepse në fakt edhe kur bashkëshortët bën bashkë për të reprodukuar, për të shumuar njerëzimin, bëjnë një politikë, andaj është e para. Kështu që këtu për ju them që ne jemi munduar që të shpjegojmë krejt ato që kemi ditur, dhe për ju them sinqerisht që kemi punuar më shumë se 2 vite në këto 3 libra, dhe jemi përpjekur të arrijmë atë që është e kohës, bashkëkohorja. Por unë nuk dua ta zgjas më shumë, sinqerisht ju falenderoj nga zemra që keni gjetur kohë, mundësi dhe atë që është shumë e sinqertë shoqërore dhe miqësore të na bënin nder në promovimin e këtyre librave. Faleminderit shumë. Faleminderit profesor Buja. Tani ne mund të hapim diskutim nga publiku nëse dikush ka ndonjë gjë për të shtuar apo për të bërë ndonjë pyetje. Ju lutem fjala për ju. Autorët i kam këtu. Profesor Afrim, mos keni ju diçka? Po, urdhon. Më ka vdek nëna e para 4 vite babaje. Më emocionova me poezinë e nënës. A do t'i shtoj edhe diçka kësaj poezi, profesor? Në vazhdimsi. Ndoshta jo asaj, po është preokupim i përhershëm, të shndërrohet në preokupim ajo, siç mungesa, dhimbta, mërzia janë të vazhdueshme edhe të përhershme. Ndoshta zbehen ka pak me kohën, po janë të përhershme, janë aty natyrisht edhe nevoja për me u shpreh, qoftë përmes poezisë, qoftë duke bisedu me njerëz, është e vazhdueshme, prandaj gjithmonë ka diçka me shtu aty, ka diçka që është mangu. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë nëse
edhe kohën e kemi përmbushur, nëse nuk ka dikush diçka për të shtuar, më lejoni që në fund po ka. Urdhno zoti Shala. Që keni me vra njerëz, e kam ditë. E kam ditë që keni me vra pleq, fëmijë, gra. E kam ditë që keni me dhunu, po librat kur mi dogjet, fotografit. As ju ka shku menja që nona jam, si Noa, moti, nga një kopje e kishtin gjithë, si në arkë, me i rujt prej kiametit. Dhe ashtu ngarku me copa kujtime, shlët e frikë, ka shku në Shqipni. Me rujt nga një fije, një fill nga se cili kujtem. E i ka mjellë në bashqe, ku kanë lulu mira në gjyrash, mas kiametit. Faleminderit zoti Shala, ishte një interpretim i një poezie për historinë e trisht të Kosovës, por edhe të lavdishme njëkohësisht nga libri Eternale. Atëherë nëse nuk ka dikush diçka për të shtuar, më lejoni që në fund të falenderoj rreth para autorët, studiusin Elsa Skënderi, aktorin Bastri Shala, profesorin Petrit Bushi, profesorin Lulzim Tafa, që folën këtu, dhe gjithashtu gjithë ju të pranishmit që na nderuat sot me prezencën tuaj këtu. E fundit, por jo për garancia, duhet falenderoj edhe Shpinë Nikoqire këtu, Akademinë e Shkencave Shqipërisë, që na rezervoi këtë sesion për kolegjin AB. Faleminderit shumë.